Po flisja me motrën dje dhe po I thoja se si unë bëj një salcë stimen. Edhe unë këtë salcën që bëj e hedh në për pasta, në mëngjes, në tost, edhe kudo. Edhe tani fokuson me. Edhe tani, si njëri I mirë që jam, unë do ta bëj gati. Më duhet. Edhe kështu. Se pas kam larë. Sa të lajnë enët, bëjmë një që po betna. Unë tani që tu ati. Shumë e bukur. Në fillim, po e shtypja shumë unë. Dhe unë ku dhja unë, kam bërë kafe gjithë jetë në tima. Unë se kisha më gjezur. Tani një shoqa ime, ajo mua më mësoj se si ta bëj këtë më të mirë. Më tha lëre, që të nxehet, pastaj hajde më vonë edhe bëje kafen. Funksionon se nxehet më shumë kjo, edhe nuk e di shkencën mbrapa kësaj, por e funksionon. Po unë nuk besoj se do pres të radhë. Dhe thua ti po e hedh sheqer. Tani jo. Unë nuk e bëj ekstreme tjetër. Çik sheqer duhet. Jo, prap si e djegur, jo më kafe është. Ha? Nuk e di. Po shiko, sa herë që po e bëj, po bëhet, nuk e di në qofte po bëhet më mirë, nuk duhet gënjej. Se kafe duket, nuk duket aq e zezë. Nuk e kam djegur, nuk duket. Tani unë po pres që të lajnë enët, të bëj atë salcën që e nisa videon. Enët u lanë. Tani unë këtë salcën e hedh në çdo vend. Në çdo vend. E hedh në çdo ushqim. Në mëngjes e hedh në vezë. Unë e bëj shumë të thjeshtë, po ti po deshe mund ta ngatrosh një çik. Unë I hedh krip, piper. Pse e mora? Këtë lukën e mora këta. Më mungon një gjë. Kopsi. Unë këta e kam parë në TikTok. E kanë bërë njerëz tjerë para meje, nuk e shpika unë. Unë po përdor këta, po ti nuk e pse përdor këta, mund të përdorësh edhe atë që green mamat qepën, edhe ajo funksionon shumë mirë. Një lloj do ta bëj. Tani marrim një avokado. E presim avokadon për gjysmë. Okej. E heqim. Kam gjithmonë frikë mos I bie dorës time. Për bëj atë. E heqim këtë pjesën si të zezë, sepse kjo pjesa e zezë do me thënë që o prishet. Ose jo, nuk e di. Thjesht unë kam parë të tjerë që e heqin dhe edhe unë po e heq. Po don't quote me. Shumë bukur. Edhe kjo shumë bukur. Do thuash ti iu. Po unë do të ha. Më duket që jo holla shumë kohë. Gjithsesi. Jo, këta nuk duhet ta lëpim. Se kjo do futet këtu. Edhe s'dua që të përshtyem. Ja, ka gjë për shembull unë e di. Ky është vaj tahinit. Vaj tahinit mua pëlqen shumë. E bën shumë të mirë. Unë I hedh preferësisht 2 lugë. Ai, kjo nuk lë pjesë, është nasty. Hedh krip. Herën e fundit nuk kisha hedhur krip mjaftueshëm. Piper. Nuk do ta blej me këtë piperin kështu, se do 2 orë të hedhësh piper. Herën tjetër do e ble të grirë kjo. Edhe limon. Do thuash ti jo, Eni nuk jeti nga ato që të shtrydhësh limonin? Kam, po nuk dua që të marr nga ato tani. Do ta shtrydh kështu me mënyrën time. I bërtham. Oh, më ra një bërtham.
Unë s'doja të bëja një pis, po shisa shumë bërë. Well, esa ajo do bëria, që ndoshta se ndjej shumë. Më radhe një bërtan tjetër. Qiko një bërtan është okej, po 2 e hoqa. Sikur ta bëj kështu. Po e bëj mirë, po e bëj mirë. Po thua ti sa shumë limon po i hedh. Mua pëlqen me shumë limon. Po ti bëje si ta duash ti. Unë i bëj kështu me sy të lirë. Ndonjëherë e prish fare dhe i hedh për shembull më shumë, ku diun tahini ose më shumë kos bëhet e ujshme. Tani, do t'i hedhim. Mua më pëlqen që duke gatuar unë të fshi, se është shumë e thjesht jeta për mua. Gatuaj, fshi, vër gjëra në vend, fut në lavasovilje, flak. Do i hedhim një qik ujë. Gorgeous. Oh, që nga grirë mirë. Tani qiko qa ka marrë te Jumbo. Ta-ta! Ja, këto e gjërat e vogla që mua më bëjnë të lumtur. S'do shumë njëri. Gorgeous. Ta provoj një që? Kam hedhur shumë limon. Po nuk ka gjë. Herën tjetër do t'i jep një kopër më të vogël. Do ta nem të tjera. Tani kjo qëndron në frigorifer. Do thuash tipu sa ron kjo. Nuk e di sa ron. Po mua në shtëpi, domethënë nuk e di sa ron që mos bëhet kështu për tu prishur që të helmoj apo ku e diun. Po kjo në frigoriferin tim ron për 3-4 ditë. Për 3-4 ditë unë këta e mbaroj. Edhe është kështu. Është shumë që e thjesht. Thjesht ja shton ushqimeve. Edhe e bën ushqimin më Ta-ta! Edhe kur e hedh kështu në për ushqime, do ta jep nesër edhe do t'ja u tregoj. Është shumë kështu satisfying. Ndjem si në për ato fast foodet, në për ato fast food trucks. Ndjem si ata. Dhe t'jam shumë bukur po dhe t'jam punë. Ishte very nice knowing you. Ika. Erdhi dhe momenti, po ti po e shikon gjërat pas kësaj po kam kaluar një ditë goxha të gjatë punova. Kështu tani këtu ka një toast e bura në tigan, pickles edhe pull. Unë një salsë shumë të mirë, nuk e di ku e gjetë, më duket si të shpari. Edhe kjo. Shumë e lehtë. Po flasim të tukur që po më flenë fëmija në domë. Tani do ta përbojmë. Kjo do jep në mesi po. Ka ish kisha për sot. Po e provove. Më thuaj në komente si do të dali. Po ti mund t'ja të vedhëm shumë qa hedhe këto majdanosra për dhe lisha. It's the morning. Unë ardha nga palestra. Duhet të laj dort. Shpirti! Hi, si umren. Qa po pan? Po mundohem të punoj. Po ka shtë ora të tani? Ora 5. Muj, kam një question. Ma thoj. Si e bën? Se mund nuk mblan radhën që kaloj. Apo se bën dot? E bën. I think you should right click it. Aty në atë the shot. Right click edhe duhet të jetë një gjë që it either says adjust ose duhet të thoj një gjë replace. It says replace. Çfarë do vesh re është që ka një 2 pro features që do të heqin sounds on the back, ato zhurmat the background. It's amazing. Really? Ona po flet. I went to the gym.
How was it? I only did 30 minutes cardio and I left. Yeah, bërë. Nuk performova my best, por Endi që went, I went, exactly. Ma ka bërë jetën shumë të thjeshtë. Që ka tani punoj. Ardhur shpirtin, të putë. Ashtu. This is the breakfast. Eggs with the thing that I made. It's delicious, oh my god. Ayon telefon is my friend that lives in Japan. She used to live here, but now she doesn't. So now we're on the phone. Is it sad? Yes. Do I miss her? Yes, a lot. But that's life. Nuk e di pse, but when I fry the eggs, fry duket si fjalë shumë e keqe. Kur I pjek vezët në tigan, me gjalp, mua më pëlqen shumë. Në krahasim me vaj. Tani, I'm gonna eat too, sepse duhet të marr proteinën që duhet for the occasions. Okay, that's it. Now, I'm gonna go in a coffee shop edhe do lexoj një libër për kokë shefit tim. Unë nuk e di për shembull si të mbyll videot. Çfarë të them? Të them pafshim, it's weird. Të them see you next time. That's cringe. Po thjesht të iki, është weird. Again, nuk e di.